Kandidatura e Edri Shabanit nuk është firmosur me urdhër. Për këtë ju garantoj, nuk ka patur një urdhër nga drejtues të Partisë Demokratike që të firmosin. Firmosja e saj ka ardhur në kontekstin e krijuar të klimës së krijuar nga bashkëpunimi për Bashkinë e Tiranës. Pastaj ka patur më shumë të interesuar, ka patur më pak të interesuar, ka patur që kanë refuzuar, të gjitha këto janë reale. Por asnjë urdhër nuk ka patur që të firmoset Edri Shabani. Ndaj dhe kjo është e vërteta për te. Por edhe njerë, Meri, firmat ishin gabim, akti nxitur, ndaj dhe ndjesa publike, kurse zgjedhja e tij nuk ka asnjë lidhje me firmat, sepse firmat ishin tërhequr. Nëse sigurisht Edi Rama përdori si pretekst për të mashtruar qytetarët, por qytetarët që duhet ta dinë se firmat ishin tërhequr po me firmë. Pyetja e fundit, Alban